Prej fillimit të vitit, Kalaja e Gurtë e Gjirokastrës ka mirëpritur rreth 10.000 turistë, të cilët kanë vizituar vlerat historike dhe arkitektonike të këtij monumenti. Turistët mbërrinë në mënyrë individuale, familjarisht ose me grupe, ndërsa vlerësojnë kështjellën si dhe bukuritë e qytetit të Gjirokastrës. It's a wonderful place with beautiful views on the mountains. Ne e cilësojmë si një vend të veçantë me bukurinë e lumit Vjosa, me malet përreth. Qyteti i Gjirokastrës është shumë tërheqës, një arkitekturë e mrekullueshme, godina karakteristike, po na pëlqen shumë tradita e këtueshme. Marvelous even ones and local traditions, local cuisine and others. Është koha më e mirë për të vizituar Gjirokastrën, pranvera, pasi bashkohen të gjitha vlerat historike, kulturore, por dhe ato natyrore. Pra dhe mjedisi është më i këndshëm, nuk është shumë vap dhe grupet e para kanë filluar. Janë të kënaqur, ju pëlqen qyteti i Gjirokastrës, edhe shërbimi, të gjithë elementet që siç e përmendëm sipër bashkohen për të patur një sezon të mbar. Edhe vetë turistët e shprehen që Shqipëria është një vend që sa vjen dhe bëhet më popullor në të gjithë botën për vlerat turistike. Fal vlerave historike dhe arkitektonike që mbart Kështjella e Gurtë e Gjirokastrës, vazhdon të ngelet monumenti më i preferuar në vendin tonë për të vizituar nga turistët. Për gjatë vitit të 2024, Kështjella e Argjiros u vizitua nga rreth 232.000 turistë, ku rreth 60% e tyre ishin vizitorë nga shtete të ndryshme të botës. Kalaja si histori e lidhur me qytetin e Gjirokastrës përmendet për herë të parë si qytet dhe kështjellë në vitin 1336. Kulmin e historisë së saj, kjo kështjellë do ta kishte në periudhën e pashallokut të Janinës, kur Ali Pash Tepelena do të realizonte një sër ndërtimesh të reja, apo edhe ndërhyrje të tjera, duke i dhënë Kalasë së Gjirokastrës fizionomin arkitektonike dhe ndërtimore që ka sot.